Disa pamje dramatike të xhiruara me dron tregojnë shkatërrimin e jashtëzakonshëm në qytetin Khan Yunis në jug të rripit të Gazës, pas muajsh bombardimesh intensive nga Izraeli. Këto pamje vijnë menjëherë pasi presidenti amerikan Donald Trump prezantoi një plan paqe prej 20 pikash për Gazën. Izraeli dhe grupi Hamas kanë rënë dakord për fazën e parë të marrëveshjes, të nënshkruar me 9 tetor, me ndërmjetësimin e SBA-s, Katarit, Egjiptit dhe Turqisë, ndërkohë pushimi hyri në fuqi një ditë më pas. Por edhe pse luftimet u ndalen përkohësisht, tensionet nuk janë shuar. Ushtria izraelite ka ndërmarrë sërish sulme, duke akuzuar Hamasin për shkelje të marrëveshjes, pretendime që grupi i mohon. Sipas autoriteteve në Gaza, që prej tetorit 2023, mbi 68.000 persona kanë humbur jetën dhe më shumë se 170.000 të tjerë janë plagosur. Pamje që flasin vetë, ndërsa Gaza mbetet në kërkim të paqes. Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit në lindjen e mesme dhe në botë, lexojeni telegrafi.com.